deri më tani ka rënje të lirisë së medias në Kosovë, pra ka përkeçim të situatës dhe arsyet kryesore janë të shumta, mirë po ne jemi fokusuar në këto 2 ditë të misionit në 3 aspekte, të cilat besojmë që kanë ndikuar që situata të përkeçohet. E para ka të bëjë me ligjin jo kushtetues për Komisionin e Pavarur për Media, e dyta ka të bëjë me presionin politik në radio-televizionin e Kosovës dhe problemet me financimin e televizionit publik, dhe e treta ka të bëjë me sulmet verbale. Në deklaratën tonë do të gjeni më shumë detaje, po ajo që ka nash presim, nëse duam të jemi pak më konstruktiv në kuptim të me këshyrë përpara, shpresojmë shumë që ligji për KPM, i cili është në agjendën legislative, do të draftohet në konsultim dhe me përfshirje të gjitha grupeve të interesit, me fokus të veçantë të shoqërisë civile dhe të mediave dhe gazetarëve. Pas takimit me kryeministrin, ne e patëm edhe një takim ashtu të shkurtër kalimthi me stafin e zyrës së kryeministrit, të cilët për mua ishin shumë konstruktiv dhe na lanë derën hapur me bashkëpunu me ta dhe shprehen vullnetin që sidomos sa i përket ligjit për Komisionin e Pavarur për Media si ligji më thelbësor, do të ketë një procedurë tjetër krahasim me atë që kishim para 3 viteve e që i bie me përfshirje të gjitha aktorëve. Shpresoj që ajo që ka u diskutu do të ndodhë edhe në realitet. Nga ana jone i shprehem interesimin tonë që të bashkëpunojmë, të ofrojmë ekspertizë edhe bashkë të punojmë në draft ligj. Do të them se si një përfundim i përgjithshëm i këtij misioni ton 2 ditësh të takimeve dhe diskutimeve, do të thosha që jemi të shqetësuar, shumë më të shqetësuar se sa para 4 vjetësh, kur patëm misionin e parë, në atë kohë kishim një farë shpresë të përmirësimit, mbas 4 vjetësh nuk po shohim ndonjë përmirësim, përkundrazi, kisha me thonë, gjithmonë e nisim misionin të i taku gazetarët s'pari, edhe patëm një takim shumë intensiv edhe të frytshëm, kisha me thonë, për misionin tonë me 50 gazetarë nga të gjitha anët, tu përfshi edhe gazetarët serbisht folës që janë këtu në Kosovë, mandej takim me 24 redaktor dhe botus, dhe ishte e mahnitshme me pas se si të gjitha ata po ankoheshin për klimën mediatike me të cilën përballen, thjesht pse bëjnë punën e tyne, edhe që është klimë shumë anëmitësore kundrejt gazetarëve, që akuzohen madje se janë argat të Serbisë, tradhtar, edhe ka një klimë shumë negative dhe anëmitësore ndaj tyne, dhe kjo është një prej gjanave kryesore që e diskutuam mandej me kryeministrin e takom dje, 2 orë bisedum me të, kryeministrin edhe një pjesë të ekipit të tij, të zyrës së tij, dhe prej pikpamjes time, ndoshta më shqetësuesja si konkluz e këtij takimi me të ishte fakti që kryeministri s'po e njeh fare se ka parasysh fare këtë klimë anëmitësore kundrejt gazetarëve, përkundrazi e mundohej me arsyetu. Nëse gazetarët sulmohen, atëherë ndoshta është për shkak se ndonjëherë politikanët po ashtu sulmohen. Pra arsyetonte në një farë mënyrë, justifikonte këtë lloj qëndrimi dhe qartazi refuzoi me e ndëshku, sepse i kërkum me e ndëshku çfarë do lloj qëndrimi negativ publik kundrejt gazetarëve, me dënu, dhe ai refuzoi me bë këtë, dhe për mua kjo është një prej gjetjeve më shqetësuese të këtij takimi. Dhe pse po e them këtë? Sepse këtë e shoh si një farë lloj mungese totale të vullnetit politik për me përmirësu situatën. Disa herë i kërkom propozimin e tij për me përmirësu situatën, dhe asgjë nuk na dha si opsion nga ana e tij, përkundër deklaratës zyrtare që e tha mbas takimit kur tha që është i gatshëm me bashkëpunu me ne edhe me i shqyrtu
propozimet, gjatë takimit mundem ju thonë që kur farë lloj propozimi nuk doli prej tij për me përmirësu situatën. Dhe kjo nuk është pjesë e deklaratës publike nga takimi ynë, mirë po besoj shumë fuqimisht personalisht se është situata që ka kriju është me levërdi për qeverinë, kjo klim e polarizume i levërdis, ku një pjesë e popullatës mo nuk i beson gazetarëve hiç, nuk ka besim as pak në mediat, dhe kjo ju levërdis shumë këtyne që janë në pushtet. Kryeministri fajson Serbinë dhe oligarkët, që janë përgjegjës për gjithçka. Për çdo problem në shtet, problemi është tek këta dy aktorë, Serbia dhe oligarkët. Dhe besoj që është një arsyetim për mos me bë kur gjë për me përmirësu situatën. Prandaj jam shumë i shqetësuar sepse siç u thash, nuk shoh ndonjë vullnet politik për me përmirësu situatën, e njëjta gjë që edhe Ratka do t'ju thotë më shumë për këtë, mirë po, diskutum për pozitën e dobësume të mediave publike në vend dhe se duhet fuqizu media publike pra RTK-ja dhe në prap nuk ishte as pak mbështetës në qëllimin ton. Por Ratka do t'ju flas më shumë se nuk ishte i gatshëm as pak me ndihmu RTK-n. Prej pikpamjes time, kjo ishte më shqetësuesja si konkluz prej misionit ton, nëse e krahasoj me misionin që kemi pas para 4 vjetësh këtu në Kosovë, një mungesë totale e vullnetit politik për me kriju një klim më të mirë dhe më të qëndrueshme edhe më etike si një ekosistem mediatik këtu në Kosovë. Klima për sigurinë e gazetarëve në Kosovë është shumë është më e vrenjtur, edhe siç tha edhe kolegja, edhe nga autoritetet e sulmeve fizike kemi pa një zotim. Këshilli gjyqësor i Kosovës i jep përparësi rasteve të gazetarëve dhe është përmend si një zhvillim pozitiv, edhe këtë e pam një ndikim shumë të mirë pozitiv këtë, dhe kjo rritje e sulmeve fizike ndaj gazetarëve që është pa në vitin 2023 është kthy në nivelet e mëparshme që kanë pas qenë, çka është gjë pozitive, mirë po në anën tjetër shohim një shtim masiv që mbështetet edhe nga të dhënat në raste të diskreditimit, stigmatizimit, edhe të ofendimit dhe denigrimit të gazetarëve që ka arrit vitin 2025 majën e vet. Edhe burimi i këtyne sulmeve dhe i këtyne komenteve negative janë udhëheqësit dhe zyrtarët, sidomos nga partia në pushtet, dhe trendi negativ që po e shohim është vazhdim i përdorimit të një narrative shumë helmuese kundrejt gazetarëve që bëjnë pyetje legjitime që janë në interesin publik dhe quhen sikur agent të Serbisë ose argat të Serbisë, dhe këto janë trende shumë negative që po i shohim, dhe siç tha edhe kolegu gjatë takimit me kryeministrin, i kërkuam që të bëjnë një zotim publik për me i mbyll, mi dhënë fund këtyne praktikave negative dhe me dhënë një shembull për politikanët, po edhe për qytetarët që të mos i kritikojnë dhe të mos i njollosin gazetarët kështu, mirë por nuk morëm atë që do të duhej me qenë një falloj zotimi shumë themelor prej kryeministrit për me bë këtë, që ishte gjë shumë e keqe. Prandaj nëse do të përmirësohet klima mediatike siç ishte në vitin 2022, atëherë duhet me përfundu çdo lloj sulmi edhe kundërvënie kundrejt gazetarëve në Kosovë, dhe këtë e përsërisim në çdo komunikim që do ta bëjmë, dhe shumë shpresoj që në 4 vjetësh ose edhe më herët do të mund të kthehemi edhe të gjejmë një ndryshim pozitiv, dhe që ai trend pozitiv që kemi pa për shumë vjet në Kosovë të mundemi me u kthy atij trendi pozitiv edhe me ecë tutje.